Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. 6 arsye për të ngrënë hudhër para se të shkoni në shtrat. Hudhra është përdorur për shekuj si një ilaç natyral, duke ofruar një gamë të gjerë përfitime shëndetësore që shkojnë përtej thjesht shtimit të shijes në vaktet tuaja. E mbushur me lëndë ushqyese thelbësore dhe komponime të fuqishme, ky përbërës modest mund të bëjë mrekulli për trupin tuaj kur konsumohet rregullisht. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar të mbështesni sistemin tuaj imunitar, të mbështesni shëndetin e zemrës, të përmirësoni tretjen apo edhe të ndihmoni në humbjen e peshës, hudhra ofron një mënyrë krejtësisht natyrale për të përmirësuar mirëqenien tuaj të përgjithshme. Disa njerëzve u pëlqen të marrin hudhër para gjumit me pretendimin se ajo lejon trupin tuaj të thithë vetitë e saj të dobishme përgjatë gjumit. E pasur me kalcium, magnez, vitamin C, hekur dhe komponime squfuri si alicina, hudhra ndihmon në luftimin e infeksioneve, redukton inflamacionin dhe detoksifikon trupin. Efektet e saj antibakteriale dhe antivirale e bëjnë atë një lojtar kyç në forcimin e sistemit imunitar, ndërsa aftësia e saj për të rregulluar nivelet e sheqerit në gjak dhe për të mbështetur funksionin e trurit shton profilin e saj mbreslënës shëndetësor. Ja përse shtimi i hudhrës në rutinën tuaj të natës mund të jetë një nga vendimet më të thjeshta, por edhe më të fuqishme shëndetësore që mund të merrni. 1. Hudhra mund të mbështesë sistemin tuaj imunitar. Për të arritur një shëndet të mirë të përgjithshëm dhe për të siguruar që trupi juaj të ketë një mekanizëm të fortë të mbrojtës kundër bakterjeve dhe viruseve, ju duhet të mbani një sistem të fortë imunitar. Ngrënia e një diete të ekuilibruar, qëndrimi fizikisht aktiv dhe pushimi mjaftueshëm kontribuojnë në forcimin e imunitetit tuaj. Konsumi një thelbi hudhër para gjumit mund të ndihmojë në forcimin e sistemit tuaj imunitar, pasi përmban vitamina të ndryshme, si edhe kalcium, magnez, vitamin C, hekur edhe më shumë. Së dyti, hudhra ndihmon në tretje dhe detoksifikon trupin. Hudhra bën mrekulli për detoksifikimin e trupit tuaj, veçanërisht mëlçisë. Përbërjet e tij të sqafurit përfshirë alicinën stimulojnë enzimat e mëlçisë dhe ndihmojnë në largimin e toksinave, të cilat janë të grumbulluara. Këto komponime përmirësojnë procesin natyral të pastrimit të mëlçisë, duke zbërthyer substancat e dëmshme. Vetitë e saj natyrale prebiotike ushqejnë bakteret e dobishme të zorrëve, duke promovuar një zorr të shëndetshme. Hudhra gjithashtu ndihmon në reduktimin e inflamacionit në zorr, duke mbështetur një trakt tretës më të shëndetshëm. Një studim i vitit 2012 zbuloi se hudhra uli nivelet e plumbit në gjak me 19% tek punonjësit në një fabrikë të baterive, të cilët kishin ekspozim të tepërt ndaj plumbit. Studiuesit zbuluan gjithashtu se hudhra zbut disa shenja toksiciteti si dhimbje koke dhe presionin e lartë të gjakut. 3. Ndihmon në mbështetjen e shëndetit të zemrës dhe ul presionin e gjakut. Hudhra ndihmon shumë shëndetin kardiovaskular, duke ulur nivelin e kolesterolit dhe presionin e gjakut, duke ulur rrezikun e sëmundjeve të zemrës rrjedhimisht. Hulumtimet e vitit 2016 zbuluan se marrja e suplementeve të hudhrës për vetëm 2 muaj uli kolesterolin LDL me 10% tek pacientët, që quhet kolesteroli i keq. Gjithashtu përmirësoi qarkullimin e gjakut, parandalon ngurtësimin e arterieve dhe mbështet funksionin e përgjithshëm të zemrës. Përbërësit e tij natyral, si alicina, ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe stresit oksidativ, duke mbrojtur më tej zemrën. 4. Hudhra përmirëson shëndetin e frymëmarrjes dhe pastron kongestionin. Vetitë natyrale antiinflamatore dhe antibakteriale të hudhrës bëjnë mrekulli për lehtësimin e ftojes dhe kongestionit. Të harsh një copë hudhër para gjumit hap rrugët e hundës, duke lejuar një gjumë më të mirë gjatë natës. Antibiotikët e tij natyral forcojnë sistemin tuaj imunitar dhe ndihmojnë trupin të luftojë infeksionet ndërsa ju pushoni. Shumë njerëz përdorin gjithashtu vajin e hudhrës si një ilaç shtëpiak për infeksionet e veshit dhe dhimbjet e veshit, duke zgjedhur atë si një alternativë natyrale ndaj pikave të veshit me recetë. 5. Ndihmon në menaxhimin e peshës ndërsa pushoni.
Kush e dinte se hudhra mund t'ju ndihmojë gjithashtu të humni peshë, mund të mbështesë metabolizmin tuaj dhe të shtypë oreksin, duke bërë më të lehtë menaxhimin e marrjes së kalorive përgjatë ditës. Gjithashtu ndihmon në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, duke reduktuar dëshirat dhe parandalimin e teprimit. Përbërësit e saj natyral mbështesin ndjekjen e yndyrës dhe përmirësojnë tretjen, duke ndihmuar më tej humbjen e peshës. 6. Hudhra mbështet funksionin e trurit dhe redukton stresin. Hudhra është mbushur me plot antioksidant që mbështesin funksionin njohës dhe reduktojnë shënuesit e stresit oksidativ në trupin ton. Këto komponime të fuqishme ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave të trurit dhe dëmtimi i shkaktuar nga radikalet e lira, të cilat kontribuojnë në plakjen dhe sëmundjet neurodegenerative. Hulumtimet sugjerojnë se konsumimi i ekstraktit të hudhrës së vjetër mund të parandalojë dhe të menaxhojë sëmundjet e Alzheimerit dhe demencës, duke ngadalësuar rënien njohëse dhe duke përmirësuar mbajtjen e kujtesës. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.